Nëntori Lirisi u titullua aktiviteti artistik dhe letrar që u zhvillua në shkollën Prengjakova në Shkodër. Koncerti vokal dhe instrumental erdhi në drejtimin artistik të Anton Kaftallit dhe në dirigjimin e Admir Lekës. Nxënësit e kësaj shkolle luajtën pjesë të veprave të kompozitorëve të njohur. Mendoj që është një program modest, po është një program përkujtimor, më tepër, në formë homazhit për gjithë ato që kanë kontribuar me gjithë shka të nisë edhe me jetën, për me mrrit deri në momentin ku jena sot. Programi ka autor shqiptar, ka orkestrën simfonike në skenë të shkollës, ka instrument solist, ka recitus, pra është një program që ja vlen që në i qëtë. Muzikologu Çamil Gjyrezi vlerëson mësuesit dhe nxënësit e kësaj shkolle për organizimin. Një punë shumë e mirë e shkollës artistike Prengjakova, me nxënësa dhe mësuesa, për këtë ditë shumë të rëndësishme për ne, me pjesë shumë të bukura. Ndërsa për të luajtur në këtë koncert ishin edhe dy veprat e kompozitorit të njohur shqiptar Pjetër Gaci, ku e pranishme në sallë ishte edhe bashortja Tamara Gaci, e cila vlerëson këngën Për ty dhe si mallështore. Është vepër e dashtuna e tia, do më thënë edhe për mua zën një në gjep të zemrës vendin, se e dashtuna e ti, me gjithë shumë kush që kena dëgjuar të parët dëgjuesit, e kena thënë, po e ngjetë si nocionet e valsës, qarë të dëgjoni sot ma vonë. Kjo është mallështore, edhe shkruvi, edhe fjalë të vetë, edhe muzikët vetë. Ati ka dalë ekspromët. Ky aktivitet kulturor, i cili tashmë është kthyer në traditë, erdhi në kuadër të festave të nëntorit dhe u zhvillua në sallën e koncerteve të shkollës artistike Prengjakova.